Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, kosti në mëngjes shëron këto 8 sëmundje, ja kush duhet ta konsumoj me një herë. Kosti është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosti mundet që të hahet me të ëmbla dhe të kripura në mëngjes, drek apo edhe darkë për një vakt të lehtë. Kosti po ashtu është i pasur edhe me kalium, kalcium, magnez, vitaminë B2 dhe B12. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për vlerat vërtet të befasuese të ngrënies së kostit në mëngjes ose pas tij. Shëndeti tretës. Kosti përmirëson gjithashtu tretjen dhe konsumimi ditor i tij veçanërisht në mëngjes e mbron sistemin tretës nga të gjitha toksinat dhe nga bakteret. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Imuniteti. Kosti gjithashtu ka aftësinë që të mbrojë imunitetin tuaj dhe njëkohësisht ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosti përmban minerale tepër të dobishme si për shembull zink, magnez dhe selenium. Tensioni i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi i cili gjendet pikërisht tek kosti ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosti ndihmon edhe në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetit të zemrës. Infeksionet. Kosti është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe të gjitha infeksionet. Gjithashtu, sipas informacioneve, kosti përmban laktobakile dhe baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse ju e konsumoni atë që në mëngjes, ju keni dhënë kockave forcën e duhur. Bakteret e këqija. Kosti përmban probiotik të cilët ndihmojnë në eliminimin e mikroorganizmave nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrjet në stomak ose diarrea, është e këshillueshme që të hani kost që në mëngjes. Kost pas aktivitetit fizik. Proteinat tek kosti i jep muskujve të gjitha aminoacidet që ju duhen për të rimokëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Ndërkohë, pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosti me sa duket e rikthen atë. Alergjit. Foshnjat e grave shtatzëna të cilat konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kostit. Sipas studimit, fëmijët të cilët ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjit. Rënja në peshë. Kosti përmban pak kalori, për më tepër fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë e cila nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kaviteti. Kosti mbron dhëmbët nga kaviteti. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet e ndryshme ushqimore dhe sigurisht nga të gjitha bakteret. Kosti është një produkt mirëbërës për të rriturit dhe për fëmijët. Kulturat e gjalla tek kosti janë tërësisht efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrës së trashë dhe gjithashtu këtë probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve tuaja hormonale dhe gjithashtu mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosti po ashtu është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se
Produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë bie me 50%. Pesha. Ndërkohë, kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime nga më të ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin gjithashtu prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e vërtet. Nga ana tjetër, rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurat e ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink dhe gjithashtu vitamin B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë tërësisht e rëndësishme për rruallzat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura. Kur imuniteti juaj është i fortë, do të mposhtë të gjitha viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe të gjitha problemeve me fytin. Ky produkt gjithashtu përgjysmon shanset e shfaqjeve të këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është tepër i dobishëm kundër simptomave të plakjes, i cili është ankthi më i keq për shumë femra. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai gjithashtu forcon çdo qime të flokut dhe e pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Këtu gjithashtu do t'ju tregojmë sekretin e zënjes më të mirë të kosit në kushte shtëpie dhe në mënyrë tepër të shëndetshme. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 litër qumësht fshati i paskremuar, 1 filxhan kafe kosi i zënë në shtëpi. Përgatitja. Për një rezultat më të mirë, ne ju sugjerojmë që në fillim ju ta ngrohni qumshtin deri në temperaturën 80 gradë Celsius, derisa gishti i vogël mundet që ta durojë, dhe ndërkohë keni parasysh që nëse ju ngrohni qumshtin, bëni të mundur që të përfitoni një sasi më të përqendruar të tij pasi avullojnë lëngjet e tepërta. Kur të shohim avull që del nga sipërfaqja e tenxheres, e largojmë tenxheren nga zjarri dhe më pas e lëmë në temperaturë të dhomës, derisa ajo të ulet. Nëse doni mund ta përzini me një luk në mënyrë që ai të ftohet më shpejt. Në një enë hermetike qelçi, hedhim farën e kosit duke sheshuar në të gjithë sipërfaqen dhe ngadalë shtojmë nga pak qumshtin. Me ndihmën e një luge druri e trazojmë në mënyrë që të formohet një masë kremoze. Më pas shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit, e trazojmë përsëri dhe më pas t'i vendosim kapakun e enës së qelçit. Enën duhet ta vendosni brenda një qeseje dhe më pas ta mbuloni me një pecetë të trash kuzhine. Vendoseni enën në një vend që të mos lëkundet dhe të jetë pak e ngrohtë dhe lëreni për rreth 3 deri apo 4 orë në varësi të temperaturës së ambientit, në mënyrë që masa e kosit të bëhet e dendur dhe e plotë. Pasi orët të kenë kaluar, zbuloni enën e qelçit, por tregoni kujdes që të mos e lëkundni shumë. Hiqeni kapakun, lëreni disa minuta dhe më pas vendoseni në frigorifer në mënyrë që kosi të mpikset plotësisht. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.